Doktoresh, një foshnjë 2 muajshe ka ndërruar jetë në një spital në Tiranë pasi u transportua me urgjencë për trajtime të specializuar. Sipas informacioneve paraprake, dyshohet se shkaku lidhet me keq ushqyerjen. Sa vendimtare është ushqyerja në muajt e parë të jetës së një foshnjëje? Po, ushqyerja me gji është vendimtare në ecurin e shëndetit, të rritjes dhe të zhvillimit normal të fëmijës. Por, tek fëmijët prematur, problemi është akoma më delikat, sepse fëmijët nën pesh kanë probleme të tjera që shoqëruse, sidomos ato që lindin nën 2 kilogram, mund të bëjnë hipoglicemi, rënje të sheqerit dhe deri në konvulsione. Zakonisht shoqërohen me temperaturë të ulët, trupore, dhe mëtej preken më shpesh nga infeksionet e zakonshme. Në praktikën tuaj, doktoresh, cilat janë gabimet më të shpeshta që bëjnë prindërit në ditët dhe muajt e parë pas lindjes? E kemi fjalën për fëmijën prematur. Problemi është tek ushqyerja. Fëmijët që janë nën 2 kilogram duhet të ushqehen 8 deri në 10 herë në 24 orë, në sasi të vogla dhe të shpeshta, edhe gjatë natës, sepse kjo siguron atë energjinë e mjaftueshme që i duhet fëmijës dhe aparatit rejtës i tyre është shumë i ndjeshëm në drejtim të përthithjes së ushqimit në zorë. Qumshti i gjirit është ideal, i pazëvendësueshëm.